pranimi si shqiptar. E din edhe këtë diaspora që jetojnë këtu, na shqiptarët nuk e kam pas gjithë emrin e mirë në diasporë. Po. Ku shkojsha në klube, me pyet, bën me organizu, ketë në rregull, ketë mirë, kur ardh ke fjallat e shqiptari, jo. Asnjëherë nuk u kam pranu. Çka ka qenë vështirësia më e madhe, po të drejtën? Në fillimet e tua, të drejtën. Pranimi si shqiptar. Po? Se na e din edhe këtë diaspora që jetojnë këtu, na shqiptarët nuk e kam pas gjithë emrin e mirë në diasporë. Po. Kështu që ku shkojsha në klube, me pyet, bën me organizu, kur ja tregojsha konceptin tim, ketë në rregull, ketë mirë, kur ardh ke fjallat e shqiptari, jo. Nuk e pranoj. Gjithë më refuzojshin. Asnjëherë nuk u kam pranu. Edhe ta na u deshke me kriju do ideja, qysh me i, se do me thonë në rrugën e drejtë, nuk na dhashin shansën neve. Kështu që u pat qel një klub afër ku banoj une, i Rusëve, dhe shkova aty i thash, ku kam qef me bo një Balkan Party. Balkan Party për kurat, për shkije, për asë. Kishte Chelsea që të hapën dyra? Po, ama nuk isha në fare me pas Balkan Party, po veç mi shti hunë që shtojnë shqiptarët njëra. Apo kupton. Edhe tha, okej, këtë në regull, edhe mas 2 javë tashti frika ma e madhe ishte që ja spjegoj tashti që nuk ka Balkan Party për shqiptarë. Tash u desh me një strategjik, apo kupton, shumë frika më pas. Edhe dikur shkova, Niko e ka emrin, tash Niko i thash në dëgjoj, i thash une një se nuk e kom pas në mendje, nuk mundën mi ba shkijet dhe shqiptarët, se ishke koha pas luftës, me festu bashkë. Flasim para 14 vjetëve? Po, në 2011 në shu kam. Thash, kisha pas qef mas jam në shqiptar, që ja filloj shqip. Edhe shumë për ati momenti kam pas frikë që shpër reagon, apo kupton, apo më refuzon atë si tjertë, ajo, tha okej, tha bë në shqip. Për mu ishke ajo go, apo kupton në start.